I gjithë qarku i Kukësit është pa energji elektrike, duke bërë që më shumë se 128.000 banor të mbeten në errësirë të plotë. Shkak për këtë ndërprerje të dritave janë bërë kushtet mjaft të vështira meteorologjike që kanë shoqëruar prej më shumë se 24 orësh rajonin Verilindor. Sipas informacioneve të marra nga çes shpërndarje në Kukës, bëhet e ditur se specialistët e kanë ndërmarrë këtë hap, pasi era të forta kanë shkaktuar shumë dëme në rrjetin shpërndarës. Për të parandaluar dëmtime të tjera, ata kanë menduar që të shkëpusin furnizimin pasi fibrat përcjellës si pasojë erës së fortë bashkohen me njëri tjetrin duke çuar në djegjen e tyre. Më shumë se 3 fibra janë djegur aktualisht, megjithatë ende nuk ka nisur puna për riparimin e tyre, pasi moti është shumë i ashpër dhe nuk lejon ndërhyrje në rrjet. Po sipas çes shpërndarje në Kukës bëhet e ditur se nuk dihet se kur drita do të rikthehen tek konsumatorët, pasi e gjithë kjo varet tek përmirësimi i kushteve atmosferike, të cilat do të mundësonin rikthimin e energjisë, por dhe riparimin e defekteve që janë krijuar si pasojë erave të forta. Pa energji është Kuksi, Hasi dhe Tropoja.